Gjithandaj, vujtje, smundje, varfëni, e shpeshherë ma kese varfënia është pasunia është fërnume, çonën revolta në protesta sepse jena në luftë njëri me tjetrin, shkaktojmë luftë njëri me tjetrin, shumë kohë me lë luftë me njëri tjetrin, dominum nga urrejtja si me as Gjezu tjetrin. E Krishti thot diçka thjesht, po shikoni mortë të zëstë të qiellit, as nuk mjedhin, as nuk korrin, nuk e kanë atë fuqi logjike që ka njeriu, nuk i shef as të dopt, as obez. Gati të toni janë në shëndetin e tyre në përkim me natyren. Si ka mundësi që pjesa tjetër e krijese runat perfeksionin e vetë, ndërsa na që jena të krijuar në një mënyrë të veçantë, edhe na të krijuar mi dhën kuptim dhe me pasat përgjegjësinë mbrojtëse mi krejt pjesën tjetër na vujmë më shumë. Cili është shkaku? Në vend me fillu nga e kundërta, me mujt me stolis, me virtyte, me vlerat më rëndin tonë, me mujt me pastru, me qetësu, me formu në rgjegjen tonë, me mujt me mush. Edhe këtë mendim i cili ka nevojë me keni mushën, se për ndryshe po boshatisme nga truni atëherë. Çfarë përfundimesh do të arrijmë? E kur nullin këto procese të cilat fillojnë nga qendra jetës, e shkojnë drejt për sosmenis, periferive të saja, si mendoni? Se do të nullin e keqja? Nuk besoj. Prandaj aty kur nuk i bëhet vend Zotit, rrezikojmë me bëhet kundërtën. E shumë njerëz, si dhe një mënyrë të lahtashme, si që vrejmë edhe njerëzit tonë gjatë këtyre ditëve të cilët janë shumë të irrituar për ato demonstrata. Parazitesh sepse shohin shumë korrupsion. Po pse? Pse null kjo? Sepse janë bosh në nërgjegje, dojnë mi justifiku atë boshlekun shpirtnor, janë të pavërtyqen, të pavlera, të pamoralshem. Atëherë kërkojnë me justifiku ekzistencën e tyre të grumullu sa ma shumë sende. Po sa ma shumë sende, aq ma shumë do të peshojnë mi jetën tonë, edhe s'do të shkojnë gjatë dhe do të gjynzohesh. E në të kriju me kanë të lirë për balë çdo kuj. Si shta është ka fillimi, mos me në brejt nërgjegja për askënd, për asigjon. Imagjinoni një njëri i cili e ka dhuratën e fejës, e ka nërgjegjen e pastër. Se ka pik problemit aj, si tjetë në jetë, si tjetë në vdekje, si ti banë pa drejtësit më të mëdha ai qëndron gjithmonë, sepse ai pastër nërgjegje.